Përshëndetje të nderuar shikues, po fillojmë me përmbledhjen e ngjarjeve që e karakterizuan javën që lan pas në Gjakov. Sot në Gjakov u protestua për të kërkuar drejtësi për rastin tragjik të ndarjes nga jeta të studentes Daor Sasfahiu, e cila ditë më parë ndërroi jetë tragjikisht në Tetov. Protestuesit që në numër ishin të shumt kërkuan bashkëpunim me institucionet e vendit dhe të Maqedonisë së Veriut, që rasti studentes tashmë të ndjer të trajtohet me përkushtim për të zbardhur në dritë rrethanat e vdekjes së saj. Qindra qytetarë u mblodhen sot në Gjakov për të kërkuar drejtësi për Daor Sasfahiun, studentën e mjekësisë e cila humbi jetën tragjikisht ditë më parë në Tetov të Maqedonisë së Veriut. Me pankarta në duar dhe me moton drejtësi për Daorsën, vajzat nuk duhet të kenë frikë nga dashuria, protestuesit kërkuan që institucionet të veprojnë pa vonesë dhe pa kompromis. Në tubim, u theksua se rasti saj nuk duhet të mbetet edhe një statistik tjetër, por një pikë kthese në trajtimin e rasteve të dhunës dhe krimeve që prekin të rinjt dhe komunitetin në tërësi. Thirrjet për drejtësi nuk munguan edhe nga përfaqësues të shoqërisë civile, të cilat kërkuan zbardhjen e plotë të rrethanave të vdekjes së Daorsës. E shokët të Daorsës të prekur dhe të vendosur njëkohësisht apeluan për hetime të plota, transparente dhe profesionale. Drejtësi për Daorsën, sot kjo nuk ishte vetëm një parull, por një kërkesë qartë dhe palëkundur e qytetarëve. Kosova do të zhvilloj edhe një palëzgjedhje pak ditë pa përmbyllur vitin akademik. Data 28 dhjetor është caktuar nga presidentja Vjosa Osmani, kur në Kosovë do të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme, të katërtat me radhë brenda një viti. Pas dështimit të djeshëm për formimin e qeverisë së re nga ana e mandatarit të dytë nga lëvizja vetëvendosje, partia e cila kishte dalur e para në zgjedhjet e 9 shkurtit, para ditën e sotme, presidentja e vendit Vjosa Osmani ka pritur në takim liderët e partive parlamentare për të dakorduar për datën e zgjedhjeve të parakohshme. Ftesës së Osmanit ju kanë përgjigjur pozitivisht kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, kryetari i Nismës Fatmir Limaj, kryetari i Guxo Faton Peci, kryetaria e Alternativës Mimoza Kusari Lila, si dhe liderët e partive të komuniteteve jo serbe. Në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe legjislacionin në fuqi, si dhe pas pranimit sot të vendimit të Kuvendit të Kosovës, lidhur me dështimin e krijimit të qeverisë, edhe nga mandatari i dytë, Presidentja e Republikës së Kosovës ka shpërndarë sot legjislaturën e 9 të Republikës së Kosovës. Pas shpërndarjes së kuvendit, pati edhe deklarime të deputetëve. Faton Peci tha se presidentja nuk kishte zgjidhje tjetër. Nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës propozuan 21 dhjetorin si datën e zgjedhjeve të parakohshme. Fatmir Limaj e quajti fatkeqësisht shpërndarjen e kuvendit. Në një konferencë për media të mbajtur pak më vonë, presidentja e vendit Vjosa Osmani njoftoi se data kur do të mbahen zgjedhjet parlamentare është 28 dhjetori. Një varg këshillash për sëmundjen e diabetit dhe jetesën e shëndetshme u nda në një takim mes pensionistëve të Gjakovës dhe profesionistëve të fushës së shëndetësisë. Ky takim u mbajt në kuadër të programit për pensionistë, të organizuar nga një grup mjekësh nga Gjakova. Në klubin Adrajan Gjakova është mbajtur një takim informues që i kushtohej sëmundjes së diabetit. Organizatorët thanë se qëllimi kryesor ishte që personat me diabet dhe qytetarët e interesuar të marrin informacione të sakta rreth kësaj sëmundjeje dhe rëndësisë së diagnostifikimit të hershëm përmes vizitave te mjeku. Unë si iniciatore e kësaj teme, e kësaj iniciative e kam marrë hapin e parë, kam organizuar me folë për sëmundjen e sheqerit, diabetit, për komplikimet, për ato, që mënyrë sa ma të kafshme për popullatën të shpjegojmë që ti vetë disojmë pak për sëmundjen, qoftë për vete, qoftë për anëtarët e familjes, që sëmundjet të zbulohen sa më përpara e mos kemi komplikime. Shkëlzen Kurtaj, specialisti i shëndetit publik, u shpreh se takimet të tilla janë me rëndësi të madhe për ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe për ndalimin e komplikimeve. Moto për këtë vit të konë diabetin e të gjitha fazat e jetës. Do të thotë, diabetin mund ta kemë në gjitha fazat e jetës.
kur e kem një herë ose se tha doktoresha, diabetit tip 1 të moshat e reja, por edhe diabetit tip 2 të moshat tona kështu, nëse e korrigjojmë, nuk kemi nevojë me na shfaq këto komplikime si përmendi doktoresha neuropatia. E shumë ndryshime në sy po dhe me thonë është një smundje menaxhueshme, është në dorën tonë, faktorët i kemi në dorë si aktivitetin, si mbipeshën, si mënyrën të ushqimit, këtë janë faktorë tonë. Amir Nagovci u tha që si klubi Arjan Gjakova tha se ky takim ishte i mirë së ardhur dhe pjesë e iniciativave të klubit për të kontribuar në edukimin shëndetësor të komunitetit. Na si klub Rotary Gjakova kena marrë përsipër që çdo muaj të marrim këshilla informuese, takime të ndryshme. Sot e kena pas me doktoreshën Shukrane, takimin për diabetin. Edhe muaj tjerë do të informojmë përmes të vësyrit. Faleminderit edhe juve që nuk keni gjetë pranë, se pa ju edhe nuk kishim mujt më arrit edhe deri te kjo. 5 mars me tregu të vërtetën, na fascinun edhe na unim vlerësun në aspektin që patëm kujmi tregu atë çka na bojë. Nga klubi Arjan Gjakova bën të ditur se aktivitetet të tilla do të vazhdojnë dhe në të ardhmen me tema të tjera që lidhen me shëndetin publik dhe mirëqenien e qytetarëve. Një tentim mashtrimi është zbuluar së fundmi në Gjakov. Një person që tentonte të mashtronte qytetarët duke u thirrur në emër të bamirësisë, ka telefonuar edhe një familje në fshatin Novosel. Mirë po shumë shpejt ky tentim mashtrimi u zbulua dhe dyshohet që telefonata ishte nga Bosnia dhe Hercegovina. Unë jam imam, unë jam Sarajevo, na e kena mbledh me ndihmu asanin. Një person i cili është prezantuar si imam nga Sarajeva ka përdorur numër të telefonit të Bosnjës Hercegovinës dhe ka kontaktuar qytetarë të ndryshëm në Kosovë, duke tentuar t'i mashtroj financiarisht. Sipas hoxhës Abdurrahman Betullahu nga shoqata humanitare Bereqeti në Gjakov, njëri nga rastet ka ndodhur në fshatin Novosel, ku viktima person skamnor është kontaktuar nga i dyshuari dhe i është kërkuar shuma prej 500 euro, me arsyetimin se ai do t'i dhuronte më pas 8.000 deri në 9.000 euro. Dje ka thirrë një burr, kënës është imam nga Sarajeva, i quajtur Muhamet Gashi, me numër telefonit tash është i njohur për ne, përmes WhatsApp-it. Ka kërkuar që t'i ndihmon familjes në Novosel që vetë ndërtojnë shtëpinë. Edhe ka kërkuar numrin e tij, ka kontaktuar direkt me ta. Dhe ky është krejtë si çdo nevojtar dhe fukara, me gëzim të marrë 550 euro tek ne, që më në gjysore t'i kthen shumën, me shumë të madhe. Këti kish premtuar 5500. Momente që kemi folë zbashku, kom edhe rujtin qizimin, nga 5.000 bon 9.300, o do këni moshuar. Betullahu tregon se gjatë bisedës telefonike kishte vërejtur se prefiksi i numrit ishte nga Bosnia, gjë që ngreti dyshimet e para. Në kalut Bekim Jashari, i familjes Jashari e këna mbledh mjetet. Ai shton se personi mashtrues është prezantuar edhe si mik i familjes Jasharaj dhe i Bekim Jasharit, i cili në një postim në Facebook ka paralajmëruar qytetarët se një individ po përdor emrin e tij për mashtrime. Dhe që më të bindë më shumë për ata të cilët e dinë kush është familja Jasharit në Kosovë dhe këtë shqiptarin, kam mikë, kam doste, kam Bekimin e të ndëruarin, bamirësin, kështu që të më tha mush me 900%, në fund të cirke edhe kolegën tonë të ndëruarin Elel Kastratin, po ko po që është manipuluesen të prejve telefonatën dhe mesazhe që me pas kujdes, sidomos familje që kanë nevojë shumë për ndimin e dikujt tjetër që mos i shfrytëzon, sepse ndoshta neve na rujti Zoti, po të tjerë ka mundësi bijnë si kurban dhe merren qafë shumë të mëdha. Rasti është paraqitur në polici. Megjithatë, Betullahu thekson se mbetet e paqartë se sa mund të ndihmojë organet të rendit të Bosnjës Hercegovinës, pasi ky shtet ende nuk e njeh zyrtarisht Kosovën. Kemi kontaktuar me policinë e Kosovës, përderisa është rasti në Sarajev, ne e dimë që kemi si shtet të lashet tona të jashtme dhe të mbrëmshme, përderisa nuk kemi marrë as kemi hap asnjë shumë,
emën dhe mbi emën, tash ka mundësi një është edhe në Kosovë, duke ditë se gjendjen e Hasanit pedi komplet, familjen pedi sa antarjen, shoqatën pedi, kush është shoqata për qeti, ndihmat që ka jep. Është situatë pak mbyllt edhe lam si të mbyllën, po esenca ata që na vëzhgojnë dhe na shikojnë mes TV-syrit, mi hap syt një bokate sepse nuk e gjejmë parë ndash askush nga ne. E ku ti kemë të mëdha të Republikës së Kosovës, padyshim që njerëz automatikisht japin ato të holla. Inshallah ndo Zoti mbushë mandati, Zoti jap hakun e vet. Ai thotë se kjo është hera e parë në punën e tij humanitare që has në një tentim mashtrimi të tillë, duke bërë thirrje që qytetarët të jenë të kujdesshëm dhe të raportojnë menjëherë raste të ngjashme. Në praninë e shumë qytetarëve të premton është varrosur profesori dhe intelektuali Xhevat Koshi. Në nderim të veprës dhe kontributit të tij, fillimisht të mbajtën homazh nderimi e pastaj u bë dhe ceremonia mortore në varrezat e qytetit të Gjakovës. Ka ndëruar jetë në moshën 94 vjeçare veterani i arsimit Xhevat Kosha, antari i kryesisë dhe një nga themeluesit e shoqatës së intelektualëve Jakova. Xhevat Koshi njihej si një prej figurave më të respektuara të arsimit në Gjakovë, duke ja kushtuar mbi gjysmë shekulli të jetës së tij misionit të edukimit dhe të formimit të brezave të rinj. Gjatë karrierës së tij ai ka shërbyer si mësimdhënës në disa shkolla të komunës së Gjakovës, ku është vlerësuar për përkushtimin, disiplinën dhe humanizmin që u ka transmetuar nxënësve. Si një nga themeluesit e shoqatës së intelektualëve Jakova, Koshi ka dhënë kontribute edhe në jetën kulturore e shoqërore të qytetit. Ai ka qenë pjesë aktive e nismave dhe projekteve që kanë synuar ruajtjen e vlerave arsimore, kulturore dhe historike të Gjakovës. Në varrezat e qytetit u bën homazhe pranë arkivolit dhe u mbajt mbledhje komemorative dhe ku tha se ndarja nga jeta e tij përbën një humbje të madhe për komunitetin arsimor dhe intelektual, ndërsa kujtimi për veprën dhe kontributin e tij do të mbetet i paharruar. Trupi i pajeti intelektuali Xhevat Koshi u përcoll për në banesën e fundit në varrezat e qytetit të Gjakovës, ku dhe do të prehet përgjithmonë. Salla e edukatës fizike në Universitetin Fehmi Agani tashme ka një dysheme me cilësi të lartë për të zhvilluar aktivitetet sportive, fal një investimi që bëri KFOR-i italian. Trilon Punjaku, rektori i universitetit, teksa falenderoi përfaqësuesit e KFOR-it për donacionin, tha se ky investim ishte shumë i domosdoshëm për studentët. KFOR-i italian ka realizuar një investim të rëndësishëm në Universitetin Fehmi Agani në Gjakovë, duke rinovuar plotësisht dyshemen e sallës sportive të këtij institucioni. Në ceremoninë e përërimit, rektori i universitetit Trilon Punjaku shprehu mirënjohjen e tij për këtë kontribut. Është ndjerë dhe kënaqësi që bashkërisht me gjithë ju. È una gioia per me di essere qui oggi con voi. Të inaugurojmë investimin në renovimin e sallës edukatës fizike. Per il rinnovamento di questa sala di educazione fisica sportiva. Ne si universitet, Noi come università jemi shumë falendërues siamo estremamente grati KFOR-it për mbështetjen e vazhdueshme alla KFOR per il supporto continuo në aktivitetet të ndryshme, po ashtu në veçanti edhe për renovimin e sallës. Mirënjohje për bashkëpunim shprehu edhe komandanti i rajonit Perëndim Itali, kolonel Lorenzo Mangja, i cili theksoi rëndësinë e mbështetjes së të rinjve dhe klubeve sportive në komunitet, veçanërisht të klubit të voleybollit Llaznimit, të cilët kontribuojnë vazhdimisht me aktivitete vullnetare dhe angazhim sportiv. Vedere poi tutti questi trofei qua davanti vuol dire che abbiamo investito ancora meglio sul futuro di questa squadra, di queste squadre. Që po i shohim gjitha këto arritjet e ekipit, do të thotë që veç puna është bërë mirë. Poi sapete che la pallavolo, il volley in Italia ultimamente è esploso. Ju e dini që edhe volejbolli në Itali ka esploduar me një farë forme. E quando ero giovane e avevo i capelli anch'io ho giocato a pallavolo. Kam qenë i ri edhe unë edhe kisha flok, edhe unë isha lojtar i volleybollit. E quindi oggi inauguro il campo pure io con una battuta. Unë sot e kam dëshirën me inauguru fushën e volejbollit me një lojë bashkëpunimi. Për fund u ndonë mirënjohje si shenjë falënderimi dhe respekti për vullnetarizmin dhe kontributin e palodhshëm të klubit të volejbollit Llaznimit, të cilët vazhdojnë të jenë shtyllë e rëndësishme në promovimin e sportit.
Herolind Gashi nga Gjakova është një shembull i mirë për komunitetin e të verbërve, se si duhet vrapuar pas ambicjeve për të pasur suksese. Pasi përfundoi studimet e nivelit bachelor, Herolindi aktualisht është i punësuar në ndërmarrjen çabrati, duke qenë më shumë për kushtim në shërbim të detyrave dhe obligimeve që ai ka. Historia e 25 vjeçarit Herolind Gashi është një histori frymëzuese force dhe këmbguljeje, edhe pse i verbër ai nuk është dorëzuar kurrë para sfidave që ia solli jeta. Pas përfundimit të fakultetit, Herolindi qëndroi rreth 4 vite pa punë, duke u përballur me mungesë motivimi dhe shumë vështirësi. Megjithatë, ai nuk u ndal asnjëherë. Me përkushtim dhe vullnet të madh, Herolindi sot është i punësuar dhe tregon se aftësia e njeriut nuk matet me kufizime fizike, por me forcën për të mos u dorëzuar. Jam nal se kom pas motiv për jetën, edhe kom fillu fakultetin në Prishtinë, e kom përfundu fakultetin. Kom nëjt 4 vjetë pa punë, ka qenë e vështirë se për shkak se kom pas motiv, ama çka është profesorja që nuk jam nal asnjëherë. Prandaj kom fillu edhe fakultetin e dytë, shkencat sociale që kom diplomu tash. Ama fal shoqatës që kemi lyp punësim, kemi dalë për media gjithka, fal komunës Gjakovës, po edhe fal drejtorit të firmës Çabratit, zotni Behar Ferizit, është i pari në krejt Kosovë që prej vitit 2000 e deri në ditë sotme që e ka hap një konkurs punë që është punë shtetënore për persona me aftësi të kufizune, edhe tash jam i punësuar këtu në firmën Çabrati. Herolindi për mediumin ton ndau më shumë detaje rreth punës që ai bën dhe për krahja së madhe që merr nga stafi. Këtu punoj prej orës 8 deri në ora 4. Kam punë në informacion, që do me thonë me qytetarët e qytetit Gjakovës. Kemi ankesat që i kanë ankesat lloj-llojshme, po mirë është. Kam përkrahje shumë të madhe pej punëtorëve që nuk më lojnë as të njëherë për mu në i keq ose diçka, më përkrahin shumë, kanë respekt shumë të madhe për mu. Historia Herolindit është një mesazh motivues për të gjithë ata që përballen me sfida, që të besojnë në veten e tyre drejt arritjes së qëllimeve. Në Gjakov gjatë të premtës është mbajtur edicioni 61 i mitingut të poezisë. Edhe pse me shumë vështirësi financiare, organizatorët nga klubi letrar Gjoni Kolkazazi ja dolën të mbajnë tribun letrare, promovim dhe orën qendrore të mitingut, për të mbajtur gjallë traditën kulturore të kësaj ngjarje. Me organizim të klubit letrar Gjoni Kolkazazi, sot në Gjakov është mbajtur edicioni i 61 i mitingut të poezisë. Përkundër vështirësive të shumta, veçanërisht financiare me të cilën në vazhdimsi përballen, organizatorët ja dolën që përsëri ta mbajnë këtë ngjarje shumë të rëndësishme kulturore. Takimi filloi me tribunën me temën letërsia, pasqyrimi i kohës moderne. Angel Berisha, antari i klubit letrar, tha se ky miting meriton të cilësohet si aset jo vetëm i Gjakovës. Mitingu i poezisë moshën e ka për të hyrë si aset i veçantë jo vetëm i Gjakovës, por i kulturës shqiptare, nga se është manifestimi më mbijetuari në trojën shqiptare i themeluar. Nuk do të thotë se është i pari as i fundit, por është më mbijetuari. Kur pa ndërprer edhe në luftë me një shtyme të vogël është mbajt. Ndërkaq, krijuesja Migena Arllati tha se thelbi i këtij organizimi është vetë poezia. Alfa dhe omega e klubit letrar Gjoni Kolkazazi dhe mitingut të poezisë është vetë poezia, letërsia, arti si vlerë. Ne jemi një zë, mundohemi të jemi sa më kumbues për të kontribuar në artin mbar shqiptar dhe botëror. Sigurisht se me përkrajen e të gjithë njerëzve, cilët janë sot këtu dhe shumë të tjerëve që për arsye kohe, për arsye gjeografike nuk kanë mundur të jenë. Me mbështetjen e posaçme të profesorëve të Universitetit të Gjakovës, të profesorëve të Gjimnazit Hajdar Dushi,
të Jusuf Buxhovit si njëri prej themeltarëve të mitingut, zotit Kupa e të gjithë të tjerëve, secilin poet nga më i vjetri deri tek ajo valza që është vashëza më e re që do të na pasojë ne në vite dhe në dekadat në vijim. Ndërsa kryetari i klubit letrar Gjoni Koll Kazazi, Muharrem Kurti foli rreth vështirësive me të cilat po përballen si klub. Kryesia e klubit dhe i Sufi kanë qenë shtysit kryesor që të mos futet ky miting dhe që më kanë shtyr përpara, bukur masiv jam kështu po më shtyr përpara që ta realizojmë edhe mitingun e gjallët e një. Jam mirënjohës të gjithëve që jeni këtu me një përshëndetje të përzemërt. Në vazhdën e punimeve të mitingut të sotëm në agjendë ishte edhe promovimi i veprës Udhëtimi në kohë nga Jusuf Buxhovi. Ky libër për mua është një libër i vetmisë, një libër i të shpërimit, një libër i cili autori cilë në tërkansh. Çlirimi, liria, rregulli, ligji. Këtu ka po thot dilema. A paraqet çlirimi liri, apo liria çlirim? Çlirimi dhe liria ajon në funksion jashta rregullit dhe ligjit. Si rëndom edhe në këtë edicion u bën ndarja e çmimeve të mitingut, nga të cilët çmimi Ali Pudrimja i takoi autorit Eduard Frokaj, çmimi Yll Kadomin ju nda krijuesve Nita Bardhi dhe Hyr Fazlia. Për rallën hajdute të fatit. Ndoqët për mbledhjen me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin ton. Mirëmbëjtje.